Harrojini karrotat, ky ushqim mund t'ju shpëtojë shikimin. Konsumimi i brokolit të shilë për një shikim të mirë dhe parandalimin e humbjes së shikimit. Kjo të paktën sipas një studimi të ri i cili ka zbuluar se kjo perime me gjethe jeshile përmban një përbërës të quajtur indole 3-karbinol. Gjatë testimeve ulëmtuesit shkencor zbuluan se ky përbërës mund të përdoret për të trajtuar degenerimin makular të lidhur me moshën, një nga shkaktarët e humbjes së shikimit. Shkencëtarët shpresojnë që studimi i tyre të pasojë zbulime të tjera të lidhura me molekulat. Përveç se ju ndihmon me shikimin, brokoli parandalon gjithashtu edhe shumë sëmundje të tjera. Tek syt, përbërësi i saj aktivizon AHR-n, një receptor i cili nxit detoksifikimin kimik të retina. AHR-ja fillon të dobësohet me kalimin e moshës, megjithatë është i rëndësishëm për të mbajtur sy të pastër dhe të shëndetshëm.